Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Më 29 dhjetor të vitit 1918, Federata Shqiptare e Amerikës Vatra, nën kryesinë e Anastas Pandelit, krijon Fondin Monetar Kombëtar, mblidhen $150,000 për të mbështetur çështjen e të drejtave kombëtar në konferencën e paqes në Paris. 1170, kryepeshkopi i Canterbury, Thomas Becket, u vra në katedrale. 1911, Bogd Khan shpall pavarësinë e Mongolisë nga dinastia Qing. 1940, kryeqyteti i Anglisë, Londra, në luftën e dytë botërore u përball me një nga sulmet më të mëdha të forcave ajrore të Gjermanisë. Brenda një nate, avionët gjerman lëshuan mbi Londër rreth 10,000 bomba zjarri. 1940, para se Shtetet e Bashkuara të Amerikës të hynin në luftën e dytë botërore, presidenti Roosevelt deklaroi se Amerika duhet të bëhet arsenali i demokracisë, synonte nxitjen e prodhimit të sa më shumë anijeve, tankeve, aeroplanëve që duheshin për të mbrojtur nga Gjermania naziste dhe Italia fashiste. 1962, presidenti John Kennedy vlerësoi lart ata që mbetën gjallë gjatë sulmit të refugjatëve kuban në gjirin e derrave në Kubë. 1971, Giovanni Leone betohet si presidenti i 6 i Republikës Italiane. 1972, një avion pasagjerësh ishte nisur nga New Yorku për në Miami të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, udhëzuar në një kënet afër qytetit për shkak të gabimit të pilotit. Në aksidentin ajror, humbën jetën 101 njerëz. 1974, një tërmet i fuqishëm shkatron Pakistanin, duke vrarë mbi 5,000 njerëz. 1995, në krizën e Kardakut, që kishte nisur me ngjecje në breg të anijes turke, Figen Akat, Ankara e zyrtare i dërgoi Greqisë një notë proteste, ku i bënte të ditur Athinës se shkëmbin Kardak i takonin Turqisë. 1996, në Guatemala, përfundoi lufta civile 36 vjeçare, fal marrëveshjes së arritur mes qeverisë dhe militantëve separatistë. 2006, Mbretëria e Bashkuar shlyen një borxh prej 42.5 milion pound me Shtetet e Bashkuara, të shkaktuara gjatë luftës së dytë botërore. 2013, ndërsa bënte ski në dëborën e Mary Bell në Francë, Michael Schumacher rrëzohet duke pësuar goditje fatale në kokë. Kampioni 7 herë i Formula 1 në botë dërgohet me urgjencë në gjendje shumë të rëndë në spital. 2015, OBSH-ja e shpall Guinen të pastër nga Ebola. Në 2 vite, 2500 persona humbën jetën. 2024, ndron jetë në moshën 100 vjeçare, një ndër presidentët më të rëndësishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jimmy Carter. Carter ishte president në periudhën 1977-1982, duke ndërmarrë udhëzime të rëndësishme në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshirë çështje të ndjeshme si çështjet e lindjes së mesme.